Ish konkurrenti i Big Brother VIP Albania, Zebër Voki, u gjend në një situatë të tensionuar pas një kamere të fshehtë. Teksa ndodhej në një lokal, ai u konfrontua nga 3 persona për komentet e tij mbi gjestin gjatë qëndrimit në shtëpinë e VIP. Situata u përshkallëzua në një debat të ashpër, duke e detyruar atë të nxjerrë armën. Ngjarja u bë virale në rrjetet sociale dhe shkaktoi debate mbi etikën e kamerave të fshehta dhe reagimin e tij. Në një deklaratë publike, Zebër Voki theksoi rëndësinë e menaxhimit të emocioneve dhe ruajtjes së qetësisë në situata të tensionuara, duke apeluar për maturi dhe vetkontroll. Reagimi i tij i plot. Në lidhje me kamerën e fshehtë që mu bëj jam shumë mirënjohës eksperiencës ndër vitet e punës time që e dua shumë sepse nëpërmjet profesionalizmit dhe përgatitjes psikologjike e fizike, arrita të menaxhoj me së miri një situate që ne dukje me kërcenon të sigurinë time, por që mund të kishte qenë fatale për persona të tjerë. Ne aq shumë situata të ngjashme sa me ka përplas kjo pune kam arrit të kuptoj rëndësinë e momentit dhe ruajtjen e gjaktësisë dhe vigjilencës në çdo lloj rrethane. Andaj do ju lutesha të gjithëve ju që jeta mund t'ju përplasë në situata të ndërlikueme mos bëni veprimin e fundit të parën sepse historia ka tregu që për çfarë dikush ka bërë në nerva e si për në një sekond i duhet të jetë pishman gjithë jetën. Ruani durimin duke marrë masa për ruajtjen e sigurisë së vetes suaj dhe jini larg pamës në çdo situatë e mendoni për veten tuaj e njerëzit tuaj të zemrës sepse momenti nuk të fal. Zoti na rujt e na boftë të